Islami o gënjeshtër, hoqë, gjithë për atë e më këtu, o gënjeshtër, shikus të ndëruar. Ti ka gënjen. Ti e ka gënjen. Më Islami, provoje. Ti e ka gënjen. Ma jep fakt, ato qërë GPT. Islami është e vërteta. Qka ka vërtet Islami? Gjithë qka. Haj ma jep një gjë. Gjithë qka. Hoqë, ke e thënë programin e mram, që ka ta hoqa. Gjithë qka. Islami e vërteta me shkencë, se ka aprovua shkenca moderne, se sperma jeton 14 ditë. Po kjo budalek, hoqë, i cili budale beso këta. Kjo kishin muzon gratë tanë muajin, e kishin me kalua menstruacionin. Këto janë budalacet e Kuranit. Kurani thot, e ke thati në program, se njëri ju formohet i herë pej baltet, atë na bëhet ajk, atër bëhet uj, atër bëhet gjak im pim, me u pin gjak, thmija, a i vdek hoqë, Kurani o budalek. Po, që dol me unë të rikë pyjtë tjene se ju është problemi. Zakonisht i pa përshtatë shumë ne, në ndë, jo mi pa përshtatë se e një apo njeri mu me po pyjtë se atër pravën e budal. Në 97% dë vlëzrive tu, shqiptar, je ka hinë në qmë. Unë jam të muj një mua me mos me besu budalak. Që një pyjtje tjetër. Si muj sperma me jetua 4 Ako mos i pëj pyjtje. 97. Dena të folim se të kojnë. Po ka interesant, po mos problemi po pyjtje. 97. Jo për tema që të është. A je dakord në fjalë tjera, që i ke folë me Emanuel Demaj, se spermatozoidi qëndron 14 ditë. Si pas shkencës, si sot e vërtetan, u jam shkencatar më reburë. Unë kam badhë shkencë. Po ti je prift, mas pori je prift. Jo, prift je. Pas ke po historinë teme. Unë jam njeri thjesht, një studiuës që më kanë sulmu islamistat, kur kanë folë për Jezusin, më ka tha Jezusi musliman. Budalek! Si muj me kje musliman, kur Kurani thot Muhamedi i pari musliman 700 vjetë para Jezusit. Atë në më ka interesu kjo fe. Ma jep të mua një fakt, vetëm një fakt, nash historik, nash arkeologjik, e nash shkencor, që Isa a.s. apo Isusi si thënë ju, ka bon do një herë kryq, apo pra Isaut, ka pas kryq në herë. Së pëmleni mu me po që pytje ka mune, po së pëmleni mu ju. Jo, po pytje, pytje mirë, se i kom një këtë budala që me por. Na bojmë kryqën sajet e ati që ka ndekën kryq për mua. Si me bojmë Jezusi kryq, në emën të kuj. Na bojmë kryqën në emën të ati që ka alluru jetën për mua. Ate do ty Allahu. Mua Zotim do nëtë shumë që ka allon të birin e vetë, që gjdoj një që beson e ta... Po s'ka i birë heq. S'ka birë, po Jezusi thot e birë, ja ka rej Isa? Që një pyjtë tjetë, rej. Kur herë Isa s'ka thonë. Ju të më tërhy. Si s'ka tha Isa se Zot? A ka tha Isa në Zot? A ka tha Isa se në Zot? Kur, asë herë s'ka thonë. Po, a thot, para së është Abrahami, unë jam Zot. Po, sura në atë gjoni në atë pasot të tetë. Jas, pas në më në shku, pas ka më në shku është programi kejtë. Jo të një drill duar. Sire të më leon asë një pyjtë mi albo. Po shumë mirë kjo. Se di kjo, këmë thot, tonë ma bojnë e këta. Te gjithë me thone, ti gënje, kur ju thomë, me jep një fakte. A vdes Zoti, vdeshta më të bëty një pyjtë, a vdes. Zoti s'muj me vdek si Zoti. E qish komu se Jezusi ka vdek, dhe me thonë. Se ka marrë trupin njerëzor, e ka dek trupin njerëzor, e mas 3 ditë që si njeri ka ngallënybi vdekin. Si mund që me e pa tjetën e pasosër me shkuan gjinet me 72 huri, kur sërin gjallë kush? Po, hynia është e pa vdekshme, ndërsa Jezusi ka vdek. Hynia s'ka dekën hynin e vetë, hynia s'muj me vdek. Kush ka vdek, po s'ka problem. Ka vdek në trupin, për ata Zoti o mishnua, se e thot ele Kurani se Jezusi o fjallja e Allahut. Kjo atribut hynor. E thot sura 4:171, o fjallja kalimatu Allah e shpirt gaj. E thot Kurani këta. Po, fjallë e Zotit po biri Zotit së thot. Po mirë, a fjallja e Zotit e përjetshme apo e krijuame? Fjalla e Zotit. Fjallja e Allahut, a krijuame e përjetshme? Fjala e Allahut xhaleshanahu xhale xhelaluhu atë ndryshon nuk ka. Oske nevojë me kaluan ato jam shqiptar hoç, ti ta duam me nërua shqiptarët e ti nisë xhelehun xhelës për më. Hajde tema por shqiptaria. Hajde para se me ulë zëra se tek je shumë i papërshtatshëm. E di, jam i papërshtatshëm se një kit vërtetën. Jo se një është vërtetën. Po hajde debatojna me se. Hajde dolme te shqiptaria, po s'mlat me shtir tema. Jo, jemi te Triniteti. Te Triniteti. Seri i shqiptarizmit. Se medresën e parë në Shkup e ka qilë kush? Shkau, ja kanë më emnin Aleksandri Mall. Islami jo kundra shqiptaria, sepse mu të me pa shoqeniti me mua.
Por rrimore burra Allah i lezote se unë po du me trujt. Unë po du me trujt. Mirë. Si vlla. Se unë shembull pi bëj po ju me shki hani bashkë martoheni bashkë të na e bani po. Mos e janë ku do të. S'do me këto janë çështje personale. Rrimore burra Allah i lezote. Unë trujt si vlla. Ja, me se është vërtet hiç. Më ndërprej se s'paleni me bë pyetje, lutem. Po dëgjoj, ta bëna pyetjen ty. Po. A mund të më pa miqësi? Po, moj me bëmi si. Po unë jam me bë pyetje. Po dëgjoj, sura 5:51 thot mos zani miq as me jehudit, as me të krishterët, me njerëz të librit, ata janë armiq e kush za miqësi me ta është armiku i Allahut. Ki kundërthoni shumë edhe në Bibël, për shembull dalmi pak te morali, për shembull te Bibla, te morali. Okej, çka? Po të ishte. Pse s'ka përgjigje? Po pse s'ka përgjigje? Çeni pyetje për hir. Dëgjoj. Atë çka thot ky, se nuk kush e komenton Kur'anin ashtu siç lexon, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka unë ja përgatit veti venin në xhehenem. Po ai ka më shkuën xhehenem se ka bë marrëdhënie me fëmijën atë vjeç. E me gruan e djalis vet. Po ju edhe Bibla tha unë edhe Muhamedin qiell. Po mos vërtet o zotri, mos vërtet se s'është e vërtet.